si ja kalove? Julta ishte një parakalim I mrekullueshëm, shtu. Shokë dhe shoqe, përgatituni për nisje! Nën. I mirë I nënës. I urti nënës. Erdhe? Po që bërë me nën? Për pak unë nisa pa takuar. Zim! Komisar. Si më vjen të ndajem nga ti. Prap do të qimë. Kompania! Gati për nisje! Më shpejt, shok, më shpejt! Rrugë të mbarë. Mëri. Mirë pafshim, shok! Po shka top të bërë. Gëzim. Mere të bëftë në familje. Le dash që që. Mirë pafshim, nën. Mirë pafshim! Miropavshim. Miropavshim. Duke kishe parë në një detin. Është shumë I bukur. I bukur dhe I frikshëm. Në qytetin tim për detin është folur për herë në ri. Dhe unë kisha përfituar krejt ndryshe. Si e kishe përfituar? Ndoshta kështu siç është. Por pak si mesazh. E di agro? Kam marruar shumë nga gjërat që ndroja në qytetin tim të lindjes. Kjo është e natyrshme. Po mua sa më vjen keq. Pse? Po ja, mua më vjen keq që këtu nuk bie dëbor. Që këtu nuk bie dëbor. Në qytetin tim tani ajo ka mbuluar rrugët. Edhe dëborën tani e dua krejt ndryshe nga që kam dashur për para se do t'ilja në malë. Agron të kujtojnë? Çfarë? Me siguri e ke harruar. Nuk e di përse po më pyet. Unë të dallova nga larg kur erdhe në batalionin tonë. Kishte filluar të binte të bora e parë dhe të t'ishte zbardhur kapelja e vjetër që mbaje. Po tani e të kujtohet? Po unë ku poria? Ti? Roje në një pishë të madhe. Do të më vinte keq po ta kisha harruar. Pse? Ku ta di? Nuk I mendoja se do të ndaheshim kur nga shokët. Dhe sa kohë do të qëndrojmë këtu? Kush e di? Mbase na duhet të nisemi qysh nesër. Ose të rrim gjithë jetën këtu. Lërë në tavolinë.
bën mo? Nuk e marr vesh mër vlla. Zdreqin kanë këto drita sot, ku t'ju? Shoku Selim, ishte një tentativë për të hedhur në erë centralin elektrik. Njëri u vra, tjerët u kapën gjallë. I pesti mundi të largohet. Shokut jam rënë ndjekjet e tij. Mos ishte ai? Po shoku Selim. Ai inxhinieri që punonte në central që shikoni zonë. Ai na duhet patjetër i gjallë. Si urdhon. Agron, dalojnë pak këtu sa të pushoj shiu. Nuk i mendoj se do të shtija me armë dhe mbas luftës. Ajo që do të mbarojë e fundit është lufta. Më shikon ashtu. Nuk e parë ndonjëherë cigare. Nuk të kam parë ty me cigare. Asun se di se si e fillova. Kjo këtu është lagje borgjezve. Nuk më pëlqejnë këto vila që kanë ka shpejt në gjuhë. As grillat e ullura nuk më pëlqejnë. Ato si që kanë një fshenjë, një pritje. Diçka që të kujton dhëmë të shtrënguar. Ata shpresojnë se kjo është e përkohshme. Përderisa të vazhdojë shpresa e tyre do të vazhdojë edhe lufta jonë. Dhe sa kohë do të shpresojnë ato? Kjo nuk matet as me ditë dhe as me muaj. Bile as me 10 vite. Do e dasë. Ndoshta mund të jetë në gëzim tjetër. Jo. Dasëm është. Ky dimër ka pasur shumë dasme. Po kjo këtu? Ç'është? Një e djegur plumi. Ktheu të arnoj. Nuk kam kohë. Agron. Mos u bëj merak. Natën e mirë. Natën e mirë.
kam thirrur për të parë bashkarisht se si po zbatojmë ligjin e kryesisë së Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar mbi tatimet e jashtëzakonshme për fitimet e luftës. Si po bëhet i njohur ky ligj, shoku Selim? Ne si pushtet kemi filluar ta punojmë në përlagje. Dhe komisioni që kemi emëruar i ka marrë të gjitha masat përkatëse. Këtu kemi udhëzimet e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Shqiptare për forcimin e punës komisioneve. Agron. Urdhëro. Duhet të kesh parasysh që ti aktivizosh të gjithë anëtarët. Edhe kujdes shok. Se duhet saktësi, gjaktotësi, edhe korrektese madhe. Pas ka ardhur me natë. Sa mirë bëre që erdhe? Po ti prapa gjumje? Përsëri pa gjumë. As një minut nuk po pushon. Në mal ishe më pak i zënë. Filluan përsëri nga kërcënimet. Vasilin e vranë. E kruan të fabrikën e miellit. Mallin po e fshejnë, grunin po ashtu. Agron! Nora, do të shkosh me disa shokë për shpronësime të tatuarve të luftës. Mirë. Nora, mos nuk je mirë. Pse? Je zbehur e tëra në fytyrë. Mbrëm nuk kam fjetur mirë. Ti se si i ke ashtu një krisëm në zemër të natës? Po të duash mos shko. Dërgoj njëri tjetër. Do të shkoj, Agron. Do të shkoj. Çfarë shikon ashtu? Asgjë. Miru pafshim. Vetëm për para tyre mos më ndodh. Zoti Ligor Sojnuri. Urnoni. Ky është gjithë malli im. Ku e keni futur tjetrin? Tjetër nuk kam. Qofse doni të vtesorie, merrni dhe këtë që kishe llogaritur për ditët e mia të fundit. Filloni vlerësimin e mallit. Si urdhëro? Ju po zhvasni popullin? Ti tani ke dëshirë ta quash veten popull, por nuk të quan ai ty. Keni për të paguar dhe 3 çarekun e tatimit. Nuk kam që t'jap veç shpirtit. Nuk më duhet shpirti yt. Jo. Sa dhe ju mund t'a konfiskoni se e kini në dorë. Ke
fat edhe 3 ditë. Mendohu mirë. Sikur ta mbyllja për herë të fundit. Ja. Kush e zuri diellin? Çupen nanas. Bo sa diqet. Zoge nanas. Nora, përmendu Nora. Jam këtu pranë teje, Nora. Pse më shikon ashtu? Më kishe lajmëruar që ishe smur. Përse ma fshe? Vishu të shkojmë të doktori. Mirë të thotë ke qenana. Zjermijat ka ikur. Ku do vem? Një doktor kemi. Thonë se shumë i zoti. A i tjetëri ishte akoma në internim. Grav. Po të pres jashtë. Kot që të shkojmë të doktori. Ndoshta më kalon vetë. Agron më ka ndodhur dhe herë të tjera. Hajde se vajti vonë tani. Pastaj ti ke kaq shumë punë sa që Miru pafshim nën. Miru pafshim biri nanas. miru pafshim nën. Miru pafshim bi. Përse të ndodh kështu? Që unë të kem frikë të mbështeten tek ai. Në mal kush e di sa herë jam mbështetur dhe nuk jam turpulluar kështu. Valla ka njeri? Ma mirë t'ikim. Duhet ketë. Gjurmët e baltës në koridor janë akoma të freskëta. A është doktori brenda?
Po këta ku dreqin janë futur? Mirë se erdhë. Kemi ardhur për të vizituar. Sigurisht. Shtëpinë e një mjeku nuk vjet për tjetër gjë veç se për të vizituar. Mund të vishë vetë, por mund të sjellin edhe të tjerët. Shtëpia e një mjeku është vendi ku njeriu zbulon se sa egoist është. Nuk e kuptoj se si ndikon kjo pritje për një cëmur që vjen të shërohet. Më falni që po ju pyes. Çfarë pune keni bërë përpara se të dilni të mal? Po ju doktor në çmoshë keni filluar punën? Në moshën 26 vjeç. Ashtu? Po. Atëherë habitem përse po më pyesni kur nuk i kam mbushur akoma të 22 vjetët. Po ngjasi i madh. Jo, përkundrazi. Kush prej jush është i smur? Unë. Urdhëroni. Nga se angojeni? Nuk e di, doktor, po ka disa ditë që kur qojmë në mëngjes, shoh mjergull. Kam pas dhimbje koke. Disa herë edhe kam vjell. E po gjëra që ndodhin në moshën tuaj. Rinia, pas gjitha se lufte. Ajo nuk shikon mirë. Se t'ju skuqen? Po. Kur i ke ndjerë për herë të parë dhimbjet? Pasi shpëtuam centralin elektrik nga sabotatorët. Mund ma përshkruani mohësisht. Nuk e di, doktor, po mbase nga një dritë e fortë që shkaktoi sabotatori për të mbrojtur veten. Çfarë kanë ora? Kjo pyetje duhet bërë në fund. Diagnostikimi është gjë më e vështirë. Ju jeni të rinj. Dhe ndofta nuk keni vizituar ndonjëherë te mjeku. Dhe nuk keni si ta dini që për çdo vizitë mjeku Sa doni? jetojmë në kohë të vështira. Jeta është e shtrenjtë. Bile, as buku nuk e blen dot lehtë. Pastaj, a mund t'i besosh kësaj monedhe me një vull të sajur? E po florinë nuk kemi, zotri. Po jo ato florinë që u merrni tregtarëve. Mund t'i përdorni në këtë rast. Jo, zotri. Ato do t'i përdorin për gjëra të tjera, për të mirën e popullit. Unë nuk di të ketë gjë më të shtrenjtë se sa jeta e njeriut. Dhe këtë jetë nuk mund ta kuptoni dot pa ndërhyrjen e Floririt? Më parë dua të di se ku kam hyrë kështu. Në shtëpinë e një mjeku apo të një tregtari? Unë trokita tek mjeku. Kjo nuk ka rëndësi. Ka rëndësi. Sepse po ta di se kam të bëj me një tregtar të një llosur dhe jo me një mjek, atëherë duhet folur ndryshe. Shqipaminon është nderi madh të na vi komisari i ri në shtëpi për vizitë. Urdhëroni, merrni diçka sa për fillim. Kjo është gjëja më e rëndë që ka parë kjo dhomë. Unë si mjek nuk e kuptoj dot thelbin e kësaj ndodhie. Mbasi ajo nuk ka të bëjë as pak me atë që është më e paprekshme, me mjekësinë. Keni gabim, zotëri. I përket edhe mjekësisë. Sëmundja është asnjëse. Ajo nuk vore këprek. Është e verbër dhe sjell pasoja shumë të rënda, zonjë. Mos më thrisni, zonjë. Nuk ka asgjë shqetësuese.
Merrni recetën. Po ju s'morët asgjë? Duhet vini përsëri pas një javë, mos harroni. Glaucoma. Po ti ç'bën këtu? Çfarë? Nuk kalohet letë kërcënimi yt mbi tavolinën time të punës. Ti do të vish përsëri tek unë, por kësaj here për ungjur, sepse glaukoma është më e tmerrshme se çdo vrasje natën, më e tmerrshme se çdo kurth, më e tmerrshme se çdo vaj hedhur në vesh. Nuk të fal. Të verbohet. Në vend të gjakut, glaukoma duhet të derdhë mjergull dhe errësirë. Mjergull dhe errësirë. Nuk më hiqet nga mendja kërcënimi i asaj partizanës. S'dihet si do të na vej filli. Duhet durojmë, sepse lufta me këta nuk ka mbaruar. Berlini po reziston. Dhe në një kohë të tillë gjëja më e shtrenjtë për ne është që të heshtim. Vetëm kjo heshtje ka filluar të na haj kokën. Po ti përsëri dhe ka gjuan. Nuk mundam të rrinë shpi vetën me këtë hamallën. Sytë e saj të mdezon më fusin të merin. Mos u bëje morë. Aja është e heshtur, nuk flet. Po, nuk heshtu ndatëse. Kam të ftoftë. Mjep bishka të pi. Kur e mora vetën pak. E mord vesht, Kozmaj marrë vetën. Kozmaj? Po. I qetën Florinin që kish fshehur. I konfiskuan edhe tërmadhin. E shoqja kish nuhatur se do varte vetën dhe e ruante. Po ju e dërgoj tek unë për të pytur për ne dhe por sa iku ajo u varë. Me tel. Çfarë? Me tel thash. Lidhin hekurat e balkonit dhe u varë. Që mi hapë sytë ashtu si puf knete. Nuk varëm unë jo. Po kjo? Kusht jetë ka që vorë? Me erdhi rradha mua më duket. Po unë kam afat akoma. Mbusha dhe i gotë. Aba, është një lirë për se dirat kërkon ty pa tjetër. Unë si jam doktor, gjdo me mua. I thash? Sot i maman na trembe. Po ti përse erdhe këtu? Pse? Ku duhet shkoja?
Nuk lëviz një për andej. E kam dorën keq. Më qelloi një femër. Ti nuk duhet të vije këtu në asnjë mënyrë. Lasja të preft! Hajde me mua. Mos do të dilte përsëri nga dera kryesore. E nxorro nga katakombat. Edhe ky në duhet. Baba. Mamanin mund ta kenë ndjekur. Shtëpia jote dhe ti e ndyshime. Sille Floririn tek unë. Unë kam filluar përsëri nga vizitat. Tek unë s'kan asnjë dyshim, kam qenë gjithmonë neutral. Mirë, thot djali. Ku do ta fshesh? Do t'ja gjej vendin si varrit të kurpatit. Nuk ma merr të mendje që të vinte një kohë që të të merronte Floriri im. Floriri gjithmonë na ka të meruar. Ikim nga katakombat që mos na shohin. Kjo se çfarë ka? Sikur e zgjuar më një gjumë rënd. Ka që vjetë ka heshtur kurse tani? Unë kam frikë nga jo, baba. Me mirë ta qojmë kisha atje ku e morem. Çfarë bën moj? Lodha! Lodha! Kjo është të mërshme. Baba, do të na zënë, pagon! Pse bën kështu? Hajde të nisem. Të ftohtit na u fut në palc. Ku shkon moj? Atë ditë që po ndani mielin për popullin tuati. Jo, ma jo. Atë ditë që ne po sterhonim familjen e qytetarësh. Unë nuk di që se nuk kam qenë aty. Ne po ndiqnim zotin Mamat. Po si atëherë? S'po e kapim dot. Por do t'i vi rralla, do t'i vi. Tjetër që do t'i vi rralla, ku do vej, ku do vej.
Mirëmbrëma, në trashëgime. Mirëmbrëma, mirë se na erdhësh. Jetë lumtur. Urdhroni këtej. Hajde urdhroni këtu shumë. Mirëmbrëma ti. Bjerë, më duhet. Sa mirë që na erdhën. Ja, mirë jam. Akoma do lexosh. Nuk kam gjumë. Ke trenet që s'fleqet. Si çdo djalë që ka papan në burg. Burg. Mos më përmend fjalën burg. Pse? Sepse natën fjala burg ka një tingëllim të tmerrshëm. Sa të kemi në dorë glaukomën, gruan e komisarit dhe Florint. Ti je jashtë botës. Ti nuk e kupton as pak përmbysjen që po ndodh. Ne jemi plera në fund të detit dhe nuk dimi do na përpi më thellë apo do të na hedhin në breg. U solle me komisarin pa pikë zgjuarësie. Lëre mor pozitën. Buzëqeshu, folu. Afroju me to. Por ti nuk mund të kuptosh këto. Kush mund t'jetë ka gjivon? Mos është ajo vulhumbura. Ka 3 ditë që është dukur. Do t'ishte mrekulli, po t'ishte ajo. Sepse jashtë na rrezikon më shumë. Shko hape derën. Kam frikë. Shko hape derën. Glaukoma ka për punën e saj. Do t'jetë partizania së bashku me komisarin. Glaukoma shfaqet shtuket, sikur nuk ka qenë kurrë deri në verbim të plotë. Shko hape derën. Epaminonda. Vdek. Kush? Babaj. Jo qoftë largë. Por është rritur dhe as haspi. Ti ishe në burg? Po. Dhe prandaj vjen këtu. Prita sobe në derdha. Se atë kam thënë më lënë që du t'jeshe kujdesshme. Unë të ndjek. Tek i mirë po vi, se mos po vi tek në një huaj. Mama. Jetojmë në një kohë të tillë që ti duhet të harrosh se më ke djalë dhe unë të kam nënë. Mos ndjell të keqen. Me mëzit të kam. Ta shikoj një tatë se si është E po në burg është. Nuk është në verim. I kërkojnë parat të tjera. Ata i din të gjitha me saktësi si kur t'i kishim llogaritar. Babaj deri dje u kishte natyre se s'kishte mes ashtu jepte. Por sot e gjeti rastin dhe më përshpëriti që Floriti dërgojmë në shpinë tonë. Në si mënyrë. Pa i do t'i thot atyre se i kisha fshehur unë pa djenin e ti. Jo. Floriri nuk e nxirr që këtej. Ky do t'ishte budallallëku mima. Le të duroj. Tatë nuk reziston do të me. Le të duroj. Shko që nesër dhe i thuaj të mos tregoj. Është e kotë. Po të mos paguaj tatimin e uj do vdes në burg. Këte e di mirën. Të gjithë kemi për të vdekur një ditë.
Dhe pak rëndësi ka nënë se kur do vdesim. Shko dhe i thuaj të tregoj prallën për varrin e kurbatit. Ç'është ky varr? Përse përmendet varri? Përse përmendet varri? E di babai prallën. Dhe e di se si ta tregoj nënë. Kështu i thuaj. Shko që nesër dëgjon, sonda ri këtu mos dil nga shtëpia se e shumë ftohtë. Po të kishte qenë burri, kisha dhe në fund jetës si Kozmaj që vari veten me një tel. Mos fol ashtu se e ke baba. Po përse duhet mendoj unë se e kam baba? Dhe të mos mendoj ai për mua që më ka djalë. Apo për deri se më ka dhënë jetën, ka të drejtë ma marra të kur të dojë. Nuk kam shijuar as gjysmën e jetës. Kurse i s'ka lënë gjë pa i marrë asaj. I kam mbetur shpirti im pa marrë. E vrave nënën! Ja, kështu të hikin njëri pas tjetrit. Po ti çmëri ashtu si drum. Shko merr Valerianin. Dhe nesër në mëngjes shko te komisari. As po të shpëtojnë nga këto njerëz që do ma merrnin frymën për të rjetën. O, Zot! Jetën e kam vetëm një herë. Dhe dua të jetoj! Për sabotatorët, asnjë mëshirë për spekulatorët kriminalë që kërkojnë akoma të hyjnë në hatën e popullit tonë martir. Ora e favorizimeve, e dallaverave, e rishpeteve pas trukull mbaroi. Një orë tjetër e re, ora e popullit që u sakrifikua dhe ka të drejtë të jetojë, ka kohën që po tingëllojë. Ata që se dëgjojnë dot që u vret veshin, dhe mos çuditen në qoftë se dëgjojnë diçka tjetër më të ashpër në vend të saj. Shpëllimin e trupave në platonin e ekzekutivit. Pardoni shumë. Më falni. Duhet të takoj me shokun Agron. Shoku Agron është i zënë shumë. Duhet të takoj patjetër, ashtu e kam punën. Mirë. Do të prisni pa. A mund të pres këtu? Mirë, uluni atje. Ju faleminderit. Lutë. Mund të vishë vetë, por mund të sjellin edhe të tjerët. Shtëpia e një mjeku është vendi ku njeriu zbulon se sa egoist është. Nuk e kuptoj se si ndikon kjo pritje për një cëmur që vjen të shërohet. Më falni që po ju pyes. Çfarë pune keni bërë përpara se të dilni të mal? Po ju doktor në çmosh e keni filluar punën? Në moshën 26 vjeç. Ashtu? Po. Atëherë habitën përse po më pyesni kur nuk i kam mbushur akoma të 22 vjetit. Po ngjasni më. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Qome, kush më kërkoi mua? Ky shoku ka një hall shoqëror. Ka zjarë në dhomën e pritjes? Ka. Mund shkoni dhe ju. Ju kam pritur të vinit për vizitë sipas këshillës sime. Vjen vetë ose të sjellni të tjerët? Para një mjeku si para ligjit njerëzit duhet jenë të barabartë, apo jo? Përse doni të më takonit? Për diçka që na intereson të dyve. Mund të flisni. Në qoftë se nuk keni fjetur, vi u takoj mbas dite. Kush tha se nuk kam fjetur? Profesioni im. Atëherë? Të trashëgojeni. Si e keni gruan me shnet?
Për këtë keni ardhur? Unë kam ardhur si mjeku te pacienti ti. Një mjek duhet ta ndjek si hijet sëmurin. Kjo është gjëja më elementare. Kjo është bizeta e dytë që zhvillojmë bashkë. Dhe kam përshtypjen se do ishit bërë një mjek shumë i mirë. Mundet. Gjëna që nuk u bët mjek. Kam pasur një shok, i cili i ndërpreu studimet e doli në mal. Përse nuk i vazhdon tani studimet? Sepse u vra. Lufta dikujt i mori jetën. Dikujt ëndrat. Dikujt i ka hapur plagë. Lufta jona dha jetën. Gjithmonë kam qenë i paaft për të zhvilluar një bisedë politike. Atëherë, përse më kërkuat? Të përpiqemi timi gjak ftohtë. Të kemi parasysh jetën e të tjerëve. Gruan tënde kërcënon një sëmundje të mërshme. Gleukoma është verbim i plot. Dhe atë s'ka kush e shëron tjetër njeri përveç meje. Ajo tani është në pikën më kritike të saj. Unë do bëj për juve gjithçka. Gjithçka. Përse nuk mi thatë më parë këto? Unë ju thash se vini tek unë pas një javë. Megjithatë ne bashkë duhet kuptohemi. Duhet. Kur? Ne do të kemi mjekët tanë. Po jo për gruan tuaj. Ajo po nuk mjekua tani s'ka për të parë më. Kur e vizituat, nuk i thatë këto fjalë. Mos u bë tani mjek? Jo, unë tani kam ardhur si birja ti njeriu i cili... Nuk i as bir as mjek. Po ç'jam unë atëherë? I maskara. Qome! Më falni, po s'mund t'jeti poshtër dhe maskara një njeri që mundohet të shpëtoj teatrin e tij. Teatrin maskara e shpëton vetëm një bir maskara. Shok komisar, Floriri u gjend në shtëpinë e doktore Paminonda Sojnurit. Alo? Po. Kush ajo e zbuloj? Erdha. Mos ka vënë dinamit të tjerë. Me thënë a ish këtu. Kura vetë këmbane. Kontrolloni vëndin. Kapeni të gjallë!
Shoku komisar. Urdhër. Shiko çka këtu. Merri dhe futi në çantë. Si urdhron. Sa kohë ke që jeton këtu? 2 javë. E sa kohë mendoje të rije kështu i fshehur? Deri sa ju të më harronit. Sepse me siguri një ditë ju do të më harronit. Ke gabim, zotëri. Ne nuk do t'ju harrojmë kur, sepse e dim që ju këtë prisni. Kush të mbante me bukë? Nuk ua ka thënë ajo? Ligjeni tuti. Se shot dot me sy. Ilon shok. Dëshirën ta plotësova të luftoje me shok. Tani do të vish me mua. Kam biseduar me një mjek në Tiranë. Koha nuk pret, kanë kaluar 2 javë.